Përshëndetje dhe mirë se vini në Oda Podcast. Unë jam Marko, për te kamerave kena Elvisin, kjo është Manjola dhe këto kena edhe Gjoane. Pata qefun sande me i prezentu, sepse gjithmonë prezentu njëri tjetrin. Mu më lërë me folë ma pak, e mendova që unë të hapi të prezentu A dhe me të bëhë freska në i gjobë, ja. Ja, mirë, kamerave për fres. Çfarë temë do hapim sot? Ja marë, të tha që s'keni me folë, për një të talo me ty. Sot kena vendos me diskutu një temë që në përket gjithve. Mundona gjithmonë me kap një temë që në përket të gjithve. Festa në Shqipni, si kanë kënë dikur dhe si kena festu dhe si i festojmë sot. Sidomos vitin e ri. Me që kena edhe pak kohë, në vjen edhe viti i ri, dona me diskutu për vitin e ri, si kena festu dikur para viteve 90, vitin 90 dhe si festohet sot. Kjo është i temë shumë e bukur. Onë për vedje majmën kur mlathshim edhe e vetëmja fest, kisha thonë, portokalla, molla, feqthot, arra, baklavat, dhe më thonë, në fakt është e vetëmja kohë që është një era fest. Sepse, janë tonë, po vjen viti i ri, televizori ka kënë nërsh, emisionet kanë kënë mod gjata, ka pas lezet tjetër. Me të thonë drejtën, thamë tësh, nuk është njësaj. Po, nuk pa bëm krahasime në sa është fillimi i emisionit. Jo, thoshte. Por, të bim pak atë nostalgjin që na kanë lanë ata festat e kohës për para. Gjoana prepa është i përket një brezi tjetër, por unë më mend në atë kohë ishte televizori bardhazi. Më falën që me pritë edhe një 55 episode tjera që hidej. A kërë thosë kanë kënë 2 televizoresh? Një me talash, një me... ka kënë Iliria dhe Lura. Butrinti, Lura. Unë e kam mendime, po e di se ka kënë edhe Lura. Lura se mo kam mendoshta mos ka kënë. Na kishim televizorin bardhazi, Iliria edhe na Iliria. Si e tonë A ishte e mata butonat kështu që... Butrinti ka kënë, është me butona. Me butona, me butona e kina pas. Thonë e majmen, kisha qef mishti për ta. Ja, keni pas Butrinti, pra, pas keni pas Iliria? Jo, Iliria e kena pas, më jo se unë e di shumë mjetë është ti, dhe më ka me mund qëfar televizor kam pasën. Po njëmër, motra jota të thonë që e keni pas me butona? Ja, Iliria e kena pas, mama më dhe kena pas televizor, më kolegë që anë kena pas, tja është, më dhe me ngjyra. Të kënë si ishte fukrallek, tanë vitin ishte fukrallek, me zdi që shpriqim, marë në edhe viti 3, me hangër i fije ma mirë, edhe më vesh ma mirë, se na bleshim për një diku joj këpuc, tre, jo një palpallona treja, lojna ma shumë se s'ka jo në lojna, ata lojnat modeste që ishin da kukla, da pistoleta plastike. Një loj me shtiza në që se e mon mënd për me hek, kanë kënë me hek shtizat. Por print ton, me ata vujtjet të ty në gjatë tanë vitit, delshin 2 javë për para në përralla, dikush me marrë 1 kile arra, dikush me marrë 1 kile portogala, dikush me marrë i fije mish, da salam, për me ashtu tavolinë. Ja, salam s'ka pas, po hajtë ma, po të la për hotër. Jo, salam, s'ka pas salam. Po i herën mu i marë? Po ja, po kishte salam për festat, jashin salam e këna vigja i fije, ke harrutit, ty të kanë prudin në shpi, në adar të në ja, unë kam najtë në rrallë për zoten. Edhe, si me thanë, ishta i knatësia se i vite era shpis, era fruta, era baklav. Ke harrutit që? Po, kom harru shumë, po, ha? Ja. Për vitri, është bo gjeli detit. Po. Gjeli detit a bo vunë me, për kush ka pas mundësi me bo gjeli detit. Ka pas në atë ko. Ja, e në atë ko, ja. Dhe me thonë, vetëm i herë vjetë je angër gjeli detit. Po, për vitri u shqishin gjelat e detit. Si shite këtu, dhe me thonë, për... Pa, e ke drejt, a ki ishte dhe ju da me pjesë kush ka me hangër qafën, kush ka me hangër krohin, normal. Kamera, ja, janë ashtu kanë kënë. Na bishin gjenë detit, në na bite burri halës gjithmonë. A, pas kanë i pas me mik. Po na bite edhe e ushqeshim me thalba arrash, për mu shnosh, si me pa fio mirë, si me ba pilafin sa më të mirë, ose me ba 1-2 herat mishin e ti me ba pilaf. Në gjë po thoshin edhe para se me e shit, i epshin me hangër që me ranu i fije në pesh.
Po, na që e mashim në shtëpi, ne ishim thalba arrash. Apo s'keni majt mirë? Po, për mu ishim shumë vetë në shtëpi dhe do të me kenë pak maj më gjeli. Po, gjithmonë ishte aja knasia, për shkakun se jo vetëm për me hangër më mirë. Po veshi njerëzit, mandena televizori ishte vetëm natë që rritet tanë natën, 24 orë. Kishte emisione, kishte humor, për tanë Shqipnis, ishte aja estrada e Korçës, e Vlonës, e Tiranës, mande kur dinte e Shkodrës, e Durrësit, bilet sidomos edhe e Durrësit ka kanë mas Shkodrës për mu, se tesh do të më tha një atë të vërtetën, ka kënë estrada Durrësit që më ka pëlqy shumë. Në fakt, dhe më thonë Fadil Hasa, dritë pastaj edhe ashtë edhe Muharrem, nuk e di se si e kam i emrin, kam harrutesh, por e majmen fëmi, ata dy dhe më thonë ishin një dyshe që kina qenë ka pas bukur, Korça ka pas të shpa. Korça dhe volin, bro? Korçara kënë, po me vajt? Ska kënë i Korç, ka kënë i tjetër edhe ka dik bele ka të birin të shqip ka ba humor. Është fikta na prishe dasmën të shoh ju na lëni deri fund të misionit, e vërtetojmë, marrim edhe komente kur shka drejt, kur s'ka drejt. Po disha për një të thash, bas shit fitej boste. Ishte sa isha rrit, më thon, një 18 vjeç ishte hera parë që po desha për vizitë natën e vitit 3, dosha më shku dikon për vizitë, po veshon atë me ato teshat më të mira që kisha, po rrugës të shku, mu kujtu se kisha çorapin e shkyll. Edhe të thoni, shala dënë zoti, kur shkajti nuk e hekën këpuz atje. Se dikon me hekë këpuz, dikon se hekë këpuz. Ja, kina kanë. Sa hi më rënd, po më thënë gjonë dhe i shaf një 20 palë këpuz e dera, zëtë që më gjithë. Edhe mi e heka këpuz e mundosh me majtë gishtin, me më shej, me majtë gishtin, ka që fukara, si më thënë, ishin në këto. E bukra koke se kina kanë toni se, s'ke rënë sy. Po preve, adin çorapi, për festa ishte diçka që ishte diçka ma ndryshe. Për mu duk. Me ke një rregull. Një ajo pak ma, se ke vesh diçka të rej për shama për festa. Po kja? For. Edhe manaj të vizitat, si ka Marko, me zi priqim me shku për vizita, edhe me hangër nejtë so baklav, me marrë nejtë. Edhe kadejfe? Edhe kadejfe, shumë gjana, po karamele, biskota, bombona, edhe i mërshim i thoshim nëns merë edhe ti, edhe i hani. Pa i hamë shpi. Edhe jo, i haja unë. Jo në shpi, po i havë unë vetë, edhe i mërshim, edhe nuk ishim në të kohë këta karta pizzeta seansat, edhe ishin ata facoletat e bardha, kështu i fuqin atë për mirujt. Po në gjë, po kur thoshin merre, edhe shikoshin nanën me bishësynit. Po, ashtu ta marrë. Mos. Edhe ja, nuk e du. Me shpirt dhoshe, a që a kisha marrë. Rujse mërë se ta ndryqi shpirt. Arsia se prejnë tonë për shamo nga thoshin mos merë, sepse e dishin e njifshim ta një tjetën, si ishte fukra lek. Edhe thoshin mos e merë ti se ta përgjën dikur tjetër. Koken, edhe si zakon. Po, me të thonë... A kene dëkat? Po jo, koken edhe ja për shamo, sepse për shamo në Shqipni, pos në ki lut një 5 herë, se kina marrë për gjallë. Këtu, kur erdhme, ishim sume në lut 5 herë. Edhe kur i thoshe këtu, ja, okej, thot ai, edhe dikte. I herë, 2 herë, 3 herë, ma në i thoshim që, jo, mos me të pa gjë, po i thojmë pa dhe mësume me thonë pa me të paren. Po, në Shqipni ka kenë marrë. Ka kenë marrë edhe në Shqipni ka kenë edhe aja që kur dikush a mundu me të dhanë, kur të ka dasht, e ka dasht me të respektu, a mundu me të dhanë me hangër. Njëja ka kenë se si e ka në shprejat formën e dashnis. Për mendimin tem kishte ma lezet, ata 2 javë përgatitjet për natën e vitit 3, se ata 5-6 orë ikshin ata 7 orë, po përgatitjet e një shifshe gratë, vrep anej, vrep tej me milë, me ba baklavat, me ba medicinat, me qu të furra pjekjes, me qu tavat, ma nejna kishe fmit. Prejt prona, e pralla në tjerë, se të shdesha me fut vetë për baklavet. O, mirë, falë. E bate manjola, me 100 peta. Ja, po, e bukra ka se e bate në nadaje, edhe vite, edhe ton shpia umlote me qërqafa i herë, edhe manenën filloshin pet. Manenë doshin mulan mu fa. I shkote ton dita
tu ba baklavën me e shtrue, me e preje, mandejnën me ba shërbetin, ka kënë dhe më thonë një gjë që në të shatme se pa e marrin për shpejt. A me diftu se du me arfy, një sekret punën e baklavës. Ka shumë vite, nuk e din kërkosh. A i sigur dhe me arfy? Po, thëmë këto, se më që s'ka shumë njerëz. Ja, veç një 10.000 kërë mëse që grytë. Kështë e qunë ana me marrë baklavën të fortari, atu këthynë rrugë Hadalve aty, Gjo Hadal në rrugë Gura Kuqve, të kalu të i shpi dykatë, se s'pena për emnin tesh, aja të shku në gjylimin. Bam, o thamë që ati mra si, bro, në baklavën, tanë baklava, tanë pluhën, tanë ashtu, shkova në shpije, heke nga 2-3 gjana kështu me dorë, shkova në shpije, nuk i tharë kënatë, kjo me mysë, ku të shumë i thanë. Edhe e shisha njerës të shkurvishin, ti hangër nana, si ka darë baklava, o të lumë shinë të urtë me i fransë, po shumë me vedi me dita që ti hangër. Ta po të mytë ka nana kur të ndin, që thot nana, jamaj, po ata njerës që e din që e kanë hangër, do të thënë që që pas kena pështu. Pa gjitha i vitin, se ba me gjitha vitin, se manda i për një atë bro, vitin mas të tifta. Ishte karakteristike, ishte gjanë bukur, përdeqin edhe gratë. Na kishim edhe një gruja, një shokët babs, që vite se nga që Marko ka ditlinje natin e vitit 3, gjithmonë aja vite me na ba ne baklavën, dhe si theti që u hapte në gjithkon ato petat e baklavës, ishte se jo gjithkush bate baklave, jo tanë. Po, e dikush e bate me 100 peta, dikush e bate me 50 peta. Po të më thonë mi 50, si kanë bakush në 50 peta. Se i herë ma në vjetu. Imagina kur të prote i fije baklavi, mu i mrapa. Me 5 peta zbohet me 2 shtresa, laknorin, me 2 shtresa orra e ka kënë dhe më thonë lezet tjetë. Se përna që një gojën langtesh. Se jenë edhe ndjetë me gjohën për një të. Pse na duk ma mirë, pse na duk ma mirë, edhe pse për me na kënë ma mirë, arë sepse unë mendoj që njerëzit, kur kanë shumë gjana për me zgjallë, janë ma disprum, se s'din që me zgjallë. Po kur ke ma shumë, do të thënë ke 2-3 gjana me zgjallë, je ma i gëzumë, sepse zgjallë ma të mirë që me na. Në është për një atës janim lezetin të festave, sepse në fundit, si me thonë, fest kena të kohën. Tësh nuk është se po presim fundin e vitit për me hangri baklav, o me baj i gjeldet, o me baj gjallë ma të mirë, dhe me thonë, në është për një atë ka hup pa ka jashia, nuk e linë festen, të shme thonë drejt. Në Shqipni ka la familje që nuk e kanë prap mundësin me i prit festet ashtu si duhet. Në është ka familje se ta la në Shqipni që në është ma mirë i kanë kalu festet dikur, se si theti kina kënë tani saj, se sa sot bjen ma nësy, se dikush ka shumë e dikush s'ka heq. Janë dy ekstreme, edhe kur i shofim në për televizora, këta reklamat, e këta gjanat, e këta njërës, festat, shkoni, bleni, vraponi, kanë rënë zbritje, kush vraponi? Vraponi ata që kanë lek, ata që kanë një farë mirëqenjet, po jo gjithë kush në Shqipni sot mundet me festu festen ashtu si Ameritan, edhe ka halë nështë se nuk, edhe tavolinën nështë nuk mundet me ashtru fëmis ashtu si duhet, se Shqipnia edhe herë ka dy ekstreme sot, ka për atyne që kanë shumë, e ka për atyne që s'kan heq. Po, në përmenoj se festat, pavarësisht se ne alojna në atë nivelin që menojmë se të ashtu tavolinës, i cop mesh, i cop djathë, i kokorve të zinë me ma shumë, bojnë festa ma bukur. Por në menoj që ushimet nuk e bojnë festen e bojnë njerëzit. Dhe me thanë, sot me qa kam pa, me qa di, nuk shkojnë ma në për vizita me njëni tjetën, po hajtë se pa takona në kafe, hajtë se pa takona në restoran. Nuk është kur ngrosia e shpis, ngrosia e njerëzve në shpita ane ose në shpitër miku, se si është në restoran. Restoranti është tjetër... Ta hek atë strapacën, po jo qefin. Dekord, po thëmë për festat. Aja diferenca kisha thonë... Se në shpiti ke mlallë taman ata njerëz të zemrës, taman ata që ki dasht më mlallë, kurse në restoran... Po, kjo është që në shpi gjithmonë një mlellë me njerëzit tujt familjar edhe miq tuj. Me ata mundësina që ki pas pa kene angërësia shpi, pa mërësi se na kena pas një shpëret me drun, po njerëzit e kanë ngrohë ma shumë, njerëzit e kanë ba ma të dashtën festen, e kanë
ty kur kena nesh gotën, kur kena rimet, ju runjën e tjetër me Kartolinat. Në Për shkryshim kartolinat për vitëri. Aja ka kënë një zakën shumë i bukur, ose kena kënë edhe në shkollë, një ditë para se me marru shkolla, semestri, rishim e shkryshim kartolina njëni tjetrit e lashim, aja ka kënë. Kurse sot me karasu, të shkojmë mesazhe, ka 100 vetëve për i herë të njëjtin mesazh. Kurse atëherë çdo kartolinë kishte një kuptim tjetër për personin që vetëm ajo, po ishin da karakteristikë në kartolina kur është shkrushe. Shkrushin edhe katër rreshta si me rrindi çallë, më kujtohet. Një dedikim si poezi e vogël. Po për vitëri thotë fryn era për jashta, tundi perdet e mëndashta. Mos kujto se ta harrova, kartolinën ta dërgova. Që ishte një nga ata. Ishte në gjanat bukra. Kartolinat ishin më tepër pami nga Shqipnia, me male, me lumej, pami nga qytetet, ishin shumë bukra. Edhe sot ka po njerëzit nuk qënë ma kartolina, sepse teknologjia e mytja është. Ose kur kishe për shembull, maj mend baba, kishe shok për shembull, po thamon në Tiranë ose në Peshkupi, atë kartolinën e qoshin me qytetin për ka vite kartolina, ose na i qoshin me kartolinë për qytetin Shkodrës. Në gjithçka kishte domethënie, gjithçka vetë një i shpirtin atë, nuk ishte vetëm mendja që ishte të shkruar kartolinën, i bashim gjanat me shpirt. Dashni. Kurse sot duket sikur i bëjmë gjanat sikur kena si detyrim, si obligim për mi bë gjanat, nuk i bëjmë ma si ka kënë dikur. Dikur ishte gjithçka organike, gjithçka e thjeshtë. Koha, dhe koha ishte ma ngadalt, kur vishin festat, e dishim se kishin prinja disa ditë pushim. Kurse sot sikur stresohna, festat na stresojnë, ashtan për me dal, me blej, është ba, edhe herë ka shku gjanat materiale, kanë marrë atë vëmendjen ma kryesore. Një gjatë tjetër manual tjetër do ta marrësh me edhe gjana, Elvisi po që pas, Elvisi ka memorien shumë të mirë. Është para festave vitit e ina të qoshin nana baba të Lulishtja me ba fotografia. Ishin fotografët atje të Lulishtja, edhe të kush pashkrujmë. Të shata fotografia të... Në shkushim të Spajna Pemen, po ishin tam fotografët, ishin... Vesh një mojmen. Po ti, në kohën të e për shumë ka kënë... Agetina që i bade fotografiat me korrent, po të në nshati, të Angelini pas dhejt, Angelini në nshati. Po, ata ka kënë për një moj që ki dalë me ba fotografie. Pavlin Palushje, kënë shumë Nikolini Jakova, por delshin të Lulishta, edhe pësi ishte dime një atë, shkoshin bashim pozat të pisha, të brelli. Kur ishte me borë? Po, kur ishte gjatë. Po pëm të vitit të ri, kur e mashim pëmën, taman originale, aja era e pëmës, brellit, vitit të ri, kur hitën shpi. Na bite babi gjithmonë. Kur marroshin, takote me kena dhe pishka i herë, pisha ishte bukur si brelli. Po prepi vite e era. Vite se ka kënë, dhe më thonë e frest, e me... kur bashim me letër kështu me ngjyra, bashim vargje, ama në për me zbukur. Ose pamukon për borë. Të leshin edhe mollë, njerëz leshin molla, Portogala, po. Si mon ka më dhe më thonë kështu primendshë, kanë kena dhe dafije që i veshim, ose cingar, mërshim atë letrit e arit dhe cingareve. Ose në shkollë, bashim kështu si dhe me kësi projekt në shkollë me kështu letrash edhe i varshim atë në pëmë për bukuri. Edhe zbukurimet edhe në klasë i kine pa njit në përpigjere me pamukun e njitëshim kështu me zëm në përpigjere. Zbukurimet më nejtë njerëzve në përrëgjic. Për shumë vjetë viti i ri, hajdi shalë me zemër të mirë, vitin tjetër me shnetë, e të ishin orimet që ishin. Edhe pse në atë koha di që edhe vitin tjetër ka me kenë po i njëjti, se gjanat ishin njësaj për një kohë shumë të gjatë në Shqipni, prep ishte aja shpresa që i mate njës që nështë hajtë se nështë ma mirë vitin tjetër. E sot, kina gjithë shka, edhe janë njerëzit ma të mërzitun, ma depresionum, ka hupa janë shpresa, ka hupa janë knatësia. Kina prisë ma kujtu mu sa të marru i gjona. Nështë sa mirë me thamë, për të baharaj pa hajtë. Ba thamë i hirtemen, këse ka kënë edhe i zakan tjetër. Kush t'hini pari në shpi,
ditën e parë të vitit të ri. Dhe më thonë, me 1 janar, a do ashtoshin fëmi, me ken, me kamen, me të hejtë smart, dhe më thonë, edhe, ja, kush po hin, Edhe në kam djatë. Mo siguru të anë kamen gati për me hi, dhe më thonë, se si me hi, ka ken zakani lezeqëm, që unë alak sa i ditët e bëj. Ja, kështë të thonë këtë që gjithmonë në Shkodër njerëzit të që kanë pas shtëpia private kanë marrë ka i pul, ka i gjel, sidomos me i pas për festa, me ashtu festa, me myji pul, me myji gjel. Më thonë, për para festave, o do të mi myllë kutesat e mirujt pulat, kutesat e pulave, se ishin të hajna, hajna pulat të vjeshin, e vjeshin pulat fikshin, të leshin po... Preman? Si preman. Sidomos para festave se shiqin. Unë kam pa pulmër, përse s'kam pa si o doshin mi lidhë para... Para mi lidhë pulat me sinqerë me po, o do të kutesat e pulave, sash, me lidhë pulat me dhe... Me lidhë pulat, po jam e vaj. I myllshin pulat në No. Dhe më thanë kutecin, me rujt kutecin. Marko në kishim rojen e pulave, për mos në i vjallë kush. Edhe doli një si homor, në atë kohë, i kishën pa vjallën e të pulat. Edhe hajni, i kishën në kartolin. Kësuar vitin e ebri, me da? I kishë shku kështu. A kishë pas 10 pula. 10 atje kishtë vjallë? Edhe kishë shku kështu. Po atë 10, mora 7, e të lash 3 gëzuara për shumë vjetë vitin e ri. Tanë shkojë të qesh se ishte prej mend në gjanë që kishte novë. Ja kishën pa njene. Këtë se pas ka iki kja histori. Pas ka iki se të s'ki. Na bot me qesh me lëtë, të përkujtojnë se emocionume për... Ishte mi rujt pulat, e mi rujt gjelat, a kënë gjanë shumë se fikte. Po në gjë, për një atë moshin edhe ko i qenë në shpi në përgjësi. Po qenë moshin tonë, po qenë lehte edhe këtë ka herë. Po ka pas për tjetër, po prapi ka 3.000 fije, qeni se thosha, po me nej, kena mojtë edhe në dikur pula. Në Shqipëni s'kanë frikë, s'kanë pas frikë në verin. Shoku jemi, po, shoku jemi kishte frikë qenin, por kena pas edhe në pula në shpi. Po së mojë mëllë që i dilshim Nese, jo keni kap mua betin atje, unë isha të menu se sa thjesht ka ken jeta atëherë, sa ka dalë ka ken jeta. Kina menu si në atë varfen, po kina pas atë pasunin që sot e kujtojmë me nostalgji. Si ka kena e shprejhja, ishim mirë, kur ishim keq. Edhe nuk e kina ditë. Pavarësisht se shumë gjana shqyrëzotit që ka ndryshu edhe mos u ktheft ma ajo ko, për shumë gjana, po kur vjen puna të ata knatësit shpirtnore, të ata përmushje shpirtnore, besoj që kanë kenë shumë më të mëdha në atë kohë se sa i kena sot. Atë e kisha thonë komplet një gjatë vërtet, është edhe fakti që ndoshta për një atë se ka pas atë gjanë unike të veten, ndoshta edhe pa buk, pa si dhej bukurijet, se nështë të na duken lojna, kina ba vargje, të mendojmë, ku për i blim zbukurimet, kanë ken thjesht letret, kanë ken pamuk, që të se përdori ma me vun pëm, por është, ka ken aja dashnia, edhe kina ken tanë, kur mjodhim sytë, këthejna në ta vite, prep në jep një knansi, sepse në fundit, kina ken tanë bashkë. Nërsa tesh kur i thojnë jena shpërnda si me na pa gjujt në qifte edhe na ka shku një anëjna një këtejna nuk jena ma shumë e vërtet. A dishna me thanë vite që unë personalisht për shembull kam ndoshta 20 vjet pa një kushëri ose një kushërin sepse nuk ta kanë koha me shku të njëjtën kohë. Shumë e vërtet, dhe me tha nuk ishte pema, ishin ata njerëz rreth pems që i jepshin kuptim çdo gjajet. Se sot mund t'i kena shumë mirë na i kena fatin që i kena prep njerëz tonë offer, shqyrë zotit, po jo gjithkush e ka atë mundësi, mund t'jenë pemë shumë të bukura, po janë të se kena thonë për para shtëpia të bësh, janë ato pemë që rrinë pa njerëz të rrethum, pa ngrohtësi, ashtu ja ngrohtësia që na ka bët pasën dikur. Sot ndoshta jena pak më mirë me ekonomia, me gjana, po na është varfnu shpirti pak. Po tash me pa hol, këtu punën me datën 31, varet se ku punën, po shumica njerëzve punojnë deri në orën 5-6, dhe thu, shkajnë shpi vrap, po veshëm, veshëm edhe kena me shku, dhe me thonë se ke ba rezervimin, ke me shku në një dark, dhe me thonë që e festojnë për me kenate, edhe
aja është që na nuk e llim, sepse jeton kohën shko, domethënë pa pushim, edhe thu mandajna pusha 1 sekond, merr frym. Po është bëj jeta gjithkohë, ja veç këto. Jeta gjithkohë, edhe në Shqipëni është bëj jeta ashtu. A që shpejt. Jo krejt si këto, por nuk e ka ma as në Shqipëni atë ngadalësinë që e ka pas, atë thjeshtësinë që ka pas. Se edhe herë janë balla atje njerëzit, edhe atje dojnë për mu duk njerëzit, edhe në Shqipëni. Na, edhe kur s'kina pas, tina realista, edhe kur s'kina pas, ina mundu atë kujtojnë më njëll aty gjohen në i loj që ta kanë blej për vit të ri. Nana, baba, se i karat. Më kujtohet aja loja që bite nana për i punet, ka një majmun i verdh, që e kishin tonë Shkodra njësaj. Ka një verdh. Majmuna kukull. Jo, ka majmun, ka kështu si plastiket, po ka shumë i randë, për i të zëtë, do me thonë me trokush me te. Po, edhe ka kështu i verdh, e majmen, edhe da lojnë atyra që ja jepshin. Ska pas shumë lojna për mu. Ka po. Tesh bajbe, ka puna babit, i jepshin si certifikata, se kam që di unë, edhe shkoshim e mershim dhurata, edhe një vit unë Albani, se Elvisi, dhe më thonë, ka ken i vogël edhe s'ka ken krejt në ato vite, kur jepshin. Dhe më thonë, dole në vonë ato dhurata, dhe më thonë, a i ka linë vonë, dhurata ti ken heret, kështë që si ka rastis shumë, por të s'pom kujtohet emni vendit ku shkoshim e i mershim, edhe një herë në ka para tenis, kanë kënë me këshu me top sfungjerit, 2 raketa tenisit, ka kënë kubi me shumë gjyre, kubi me shumë gjyre, që Albani dirsa e zgjeti, ta në natën se ka pas një dorim mushkut kur i doj, dirsa e bani, dhe me thonë, dirsa ja gjeti mënyrën, nuk la, ka kena edhe thash edhe njoja loja me shtiza, i veshe këta, edhe mandina dosht me hek, pa lviz në i shtiz tjetër, edhe pa ta delshin vetëm për fesa, dhe me thonë, ata lojnë atë prej raftit, nuk ishin për me lujton vitin, edhe i kukull, e majman, njena ka ken e veshën fakt me këshu me qeleshe, ka ken Ti pa moj më ta të vonë, nërsa se ja marrë atë e moj më. Plastike me e kënë të kukë të durë. Po, jo, ka pas floka, 2 kam pas dershin prej gradencit, të sëta. Edhe njënë rriten se kanë kënë shumë me 2 shkolla, edhe e veshim i 2 filgjonave, edhe tjetra ka kënë me fustant kuqat e moj më, dhe ja kishte kështu flok të gjata, kja kishte qkurta, po ishte me qeleshe dhe me qeleshe kja dhe me veshje kështu si komtare. Ishin voglas, ishin kështu kuklat moja. Dhe po i shifshim edhe ata, dhe më thonë, prej gjamit, veç pa me kene i fejst. Ashtë me kujtu edhe se paka shumë shpijat kanë kënë njësej. Shpijat. Dikush ka pas dhoma ma shumë, dikush dhoma ma pak. Ja, dhoma ma shumë, 2 dhoma, 1 dhoma. Dhe ambientet mërën kanë kënë paka shumë njësej. Kujtohet shpojeti me drun, kujtohet dhe reflektorat, që i mashin për mu të zej, edhe tangare i kanë pasan, tangare i që mushim me prësh për mu të zej, edhe aty më pashin kështenjat për me i pje kështenjat për në vitit të ri. E bashin ka hirë edhe kafen aty në tangare me i gacë, dhe me thonë ka pasi lezet tjetër. Po kur ishte, kur filloshin të televizorit tash, ne ishim televizorin, se prejk me pak në fillim me këta humore, shqyqërzoti që ratë më pashtë, është ju dy mune me kap edhe i herët, po... Koqët e vola prej koqët. Që të shmasianisë dhe herë. Tiranas, dhe ju lutem, në diftoni ku shko me pas drejt se kina refuzu. Kjo se koqët e vola apo i Tiranet, on jam prej Filipinet. Okej, në qofsa është, ka ken pjestar i estradës Tiranës, deri sot vazhdoni ju me gjithë mundet Elvisi veç me papak, edhe më në diftu, që me pru pak paq në odën tonë, so nuk mund të adëroj këtë dhej intensitivitet që s'po të gjeni. Jam shumë e prekon për këtë në po kanë kënë edhe atë të vlorës, në fakt parodistat e vlorës kanë kënë edhe ata kanë kënë të mirë, me thonë atë drejten, ki pas lezet në fakt, mi pas se kanë kënë me orare, veshën një herë njënin, një herë tjetrin. Në të shte, unë në këta më kanë pëlqy dhe vlonës, edhe këta po normal na ka pëlqy ma shumë humori Shkodran, se të shte më falë, na gjithmonë flasin për Shkodran, por kina realistet, të shte Shkodran janë të njoftën për humor edhe bin dakord
edhe tonë qytetet tjera, edhe tonë Po, në gjë, Shqiptar. kur I thojnë Unë s'm kanë humorist, kur më thjeshin. ta thjeshin ti me pa humor. Hajde na thij për ta leta, se ishte e bukur se kishe shkruar dhe I diti status jetë e Oda, po te jotja personale që kush vishin me ju bë humor në Shkodër? Estrada. Estrada. Se ishte për diçka tjetër. Po Jo, nejse, po edhe Estrada e Tiranës, unë e di, e kam mendnime se nuk e di jam të e thonë tamam që thane ka pasur Estrada e Tiranës atëherë me bë humor në Shkodër. Po dhe Skënder Sallaku në Shkodër edhe ta kanë Tefën, Tef Palushin të kafja madhe. Dhe I thot, mor Tef, si e mirë, mor Skënder, I thot, se e mirë, po e thot, për që kënë ardhë? Jo, ka pas shumë përmytje Shkodra në atë kohë, edhe I thot, vjen shumë keq që ka pas Shkodra kaq përmytje, anë e këte mirë, I thot, po ti zin që na ka gjetë. Po zin që na ka gjetë tjetër, I thot, mor Tef, I thot, kartë dhe Estrada Tiranës me na ba me qeshë në Shkodër. Po aja që mbu po kujtojmë pak këta skeqet edhe këta humoret që I shifshim dikur I malli I njeri Tanu Banushi. Edhe ai skeqi me Zuliha Milotin, fotografia, se folme pak për fotografinë. Cendëri Malli. Po, si Marko që bëhet ka herë këtë nodën tonë si Cendëri Malli. Jo, Marko s'bën ashtu po. Edhe I tha ma gjej, ma me fëmijë, ma zemra I cen me fëmijë. Me majmun, me këtë lloj gjyret, edhe me këtë lloj fytyre. Ata kanë kënë të pakër hasushë. Nuk bën më nana, kisha thonë, artista si ata. Kanë dalë prep humorista në Shkodër, ka prep, talente të reja. Ka, por ishin prep I njeri Paulin Selimi që shkrute ata skeqet Zevdeda, Pasdrita Laj, se shumica e këtyre artistave sot do të thonë janë Preka, I Malli Park, Katrina, Zulihaja, Besnik Qinari, është Besniku tanë. Do të thonë unë mendoj kështu me për shembull me Besqinarin, Besnikun, edhe ba mendoj të fol muhabet normal ti s'ke ka shkan. Unë kam pa besin e ditë të shoh njërin e ton shkin e gazit. Po se Ka tipi një, tipi një besa për shembull kur thotë një humor kur nuk qesh. E flet nashëm, flet rahat, edhe qeshin ta. Po ka një kombinim të jashtëzakonshëm fakt me Zylin. Të kënaq. Po ti kthena festave dhe fest mas na lën me dal prej temës. Ska gjë se te humori ishim se I ky humor na ka bë, na ka majt për festa, na ka majt çfarë. Ishte tjetër e bukur për festa, kur delën nëpër Shkodër, kudo që shkosh ata ditë të festave, I shifshin tana moshat, plesht e plakat, të veshën bukur. Burrat me kapet republika, me tabare, me xhaketa, me kostume, gratë me kodha, me taka, me pol rruza, bardha, diçka tanë të veshën. Me bërset ndor. Po ashtu edhe renia veshin teshat më të bukura, vajzat me ata fustanet e bardha, me kordelit e bardha, sandalja se a kanë dimën po kput. Kput të reja që bleshi për festa. Ana meshkujt të mundoshim me atonin, mu krem, mu laje, mu shplaje. Po ishte premat që janë kënë emocionet bukura. Nërsa nga që këna edhe fëmijë. Në atë kohë, emocionet e fëmijëve janë bukura. Jo veç që kena kanë fëmijë, po kishim pak atëherë. Një atëherë ishin ata momente që kishim disi ma shumë, edhe mu gëzu, ishte një gëzim tjetër, ishin tavolinat ma plot, ishin tanë bashkë, parësisht se në Shqipni, një gjë që këtu na mungon pakten, shumicën e rasteve është se në Shqipni a mani me në gjithmonë kur kina hangër darë, kina ullë tanë bashkë, kina hangër mizdit tanë bashkë. A din sa, aja ka kënë një gjë shumë e rëndësishme. Sot, edhe besoj veç këtu ku jetojmë na po gjithkon, edhe në Shqipnitesh, ka në shujeta, diko shulet 2 vetë, ka herë 1, ka herë nuk ashtë ma I bashkimi. E kishim edhe këtë dhe me thonë në herë që kishim e bashim 2 palë ose ku ishi bashk vitin e ri ose u bashkoshim bashk edhe ja kishte atë lezetin e vetë ishin gjona thjeshta po me shumë kuptim. Përgjithësi viti i ri gjithmonë e ke festu me dikenin
të shkenajt edhe vetëm, po pa me kënë gjallë, për shemo. 12 natë s'kene me familjar. Po, mandejna ki shku ki dalë vizita. Po, shkoj me urojmë të parë atë mramjen, ka kënë edhe festivali i rëtëshës me këngët e tanë vitit për vitri. Zdibele ku shemon më në... Kishte filma, po vërda. Ashtë aja këngë Jana erdi viti ri, sa jam I gëzuar, por si unë dhe qdo fëmi, pret për ta festuar. Bora zbardi gjithandej, fusha edhe male, viti ri do të na gjej, me këngë me vale. Me të thonë, drejtën s'di si e majda men, por ma pruni trunin këtë sekonda edhe ja kujtu me njash sa mujt me ata fjalt. Por I kja gjatë dhe më thonë ta ka knaq atë të knu për qef të në tu shpopurish në përshpi me botë, më thonë ato ardhë vitiri me kënë shpia e pastër të hajde me laje, me shplaje, me ba me hangëre, ka pas frim tjetër. Mandena në shune vitë dhe ri, se fillune sidomos kur o hapne ambasadat, ikne njerëzit. Asa tje nuk ishin vite ri kur vite. Na, deshta me thonë, deshka se Marko e ka ditlinjen për vitri, edhe mas harroni për vitri me auru tonë ditlinjen Markot. Sa ma shumë komende për Markon ma në fond. Edhe, nga që Marko kishte lej natën e vitit ri, na kishim ma shumë fejs se ka lej Marko, se sa është viti ri. Edhe, deshta me lidh me këtë punën që kur o hapne rrugat, ambasadat, kufit edhe ikne shumë, med në familjet gjysa. Edhe vitëri nuk ishte ma fest, vitëri ishte lot, se na mungoshin, ato karriget ishin bësh, ishin pjesëtar të familjes që të mungoshin. Edhe kishim ma shumë atëherë, sepse normalisht kush ka pas dikën jashtë, kanë një mu diqka, me bale pak ma mirë, pak ma bukur. Po aja nuk e mushte kurat bëshlekon e personit që nuk ishte atë, edhe ne gjithmonë ma shumë thoshim sa mirë ishim. Përpëll aja fjalla sa mirë ishim ku ishim keq, sepse ishte personi që ishte gjapër që të njën, nuk është buka që i hanin. Nëshune, qyshat herë besej nëshoj viti ri, edhe tesh në Shqipni besoj që prep e ka atë fryme se ata njerëz që jetojnë aty janë në vend vet. Është ndryshe viti ri kur çdo fest kur e ban vendin tan, pavarësisht se na kena kalu më shumë vite në vendin ku jena dhe kjo për ne është shtëpia jontesh, por në vend tan çdo gjë njihet ndryshe. Por edhe atje besoj që kanë ndryshu. Kanë ndryshu, se kanë ndryshu edhe jeta. Po tana festa, jo vetëm viti ri, po edhe festa tjera që janë festu, festat që nuk ka dashur me festu, që janë festu ilegalisht, në fshetësi kena festu edhe si na katolik, si edhe musliman, I kanë festu festat e tyre. Edhe ata kishin bukurinë e vet. Po e kena diskutu punën e festave. Po prap dalim të aja që... Vitëri ishte ajo festa për bashkë të tonë. Kena bashkum, I festoshim festat bashkë, vitin ari I bashkë, tana festat bashkë. Po në fakt për një kohë shumë të gjatë, vetëm vitëri, kena mujtë për me festu kështu me za, veç vitin ari, festat tjera ishin pa za. Pavarësisht se u dukte, adene, dishin ata se shumica njerëzve. Ata, e kja bukuria... në fshetësi. Po atëherë bukuria njerëzve ka cancel. Ata festa që janë festu në fshetësi, me sy, kur të ka përshëndet, ai s'ka pas nevojë me fol, ti e ke ditë se qatë të uru, e qatë të thonë. E sot nështë atë rënd dikush, edhe nuk e njën, nuk njët ai urimi. Duket se si me lagojen, ka quna ona me lagojen, kanë pa thonë. Si punat e Facebookut, e Instagramit, e këtyne që kanë dale, pse ta urojnë ki 300 komente në Facebook për ditëlinje. Po mos ishte Facebooku, ta garantoj asnjë për aty në njerëzve nuk e dishin se ke ditëlinje, nëse kishe marrë një mesazh. Unë gjithmonë them, kush më çon mesazh, një ata janë njerëzit që kujtohen për mua. Se direkt, se në Facebook është shumë kollaj. Facebooku tash po na kujton shumë gjëra. Po na kujton edhe po na bën me harru shumë gjëra. Na ka ftuf, po edhe na ka bashku në një mënyrë, sepse duhet me pa dhe anën e mirë, se si tash, unë mund me thonë lirshëm,
Bele po më kujtohet kam kushrinat para që mundëm me thonë që kam 30 vjet pa i pa. Po është një fjalë gojë, është një jetë. Një jetë. Edhe në fund të fundit është kushrinë e parë. Mas kishte kënë Facebooku, të shja se mund është me ndryshu, po prap e kam Ka të mirat e veta, po tjetër. Ndoshta kam po 16 vjeçe, të shja është bo 40 e sa vjeçe, s'ka si mu duk si 16 vjeçe, jam kuptan? Edhe duhet me ja thonë edhe të mirat e veta. Po në nuk mundena me i pështu kësaj valet të teknologjisë dhe kësaj valet të lëvizjes njerëzve. Po. Shumica shqiptarëve na kena emigru. Shumica shqiptarëve jetojnë jashtë. Jetojnë më shumë shqiptarë jashtë atë trojeve shqiptare se sa në troje shqiptare. Po. Por, prep, edhe shqiptarë ku jetojnë të në botën, në Evropë, në Amerikë, në Australi, prep mundona me majta traditën e festës, si për vitri, si për festet tjera, prep me thirrë ata njerëzit tonë që i kena afër dashtën, miqtë tonë dashtën, ose mi ba telefon pa veja rrej pi i kafe, ose hajde pi i kafe, prep e kena të bërthamen tonë të traditën shqiptare, e festojmë edhe pse kena i lërg, nuk jena mon vendin tonë, të shina bo noshta si jena gjak. Po. Por prapja urojnë për shembull, e kena kriju një familje dytë në mungesë të familjes të parë, sepse prapë dona na mungon aja dashnia që kena pas, na mungon me me njerëz. Edhe ndoshta ka i herë për shembull thuhet mos e kisha dashur me shku një vend tjetër, po kur mendon, pa njoh këndin atje, a ka shqiptar atje, jena mësume këtë me dashninë e me pas një shqiptar rreth e qartë. Ma njëllë se ti flet shumë bukur shtu kur flet. Po, se ti të ndërpret fjallin pa pisurin. No, dërte me thanë që po më kujtohet, nëna tona boshin me hangat, ju vajzat, brej ju boshin me hangat, me gatuat, kur gjam. Po të shkush bën, apo? Po të shë, nëna prap kush mundet. Po kush mundet? Nëna tona boshin me hangar gjithësha, marë, si me thanë, pilafin, qofte, baklavin, kurse vajzat, gjoja, pa një moshin nane, por nuk një moshit kur gjo. Më dhe kur vishin njerës, për mas mira, nuk fart vajzat, nana thotë, po më kanë një mu vajzat me baba klavin, ose na i qëras, delqin me qëras. Në gjapa dhe s'kan lanë, edhe me dashti. Jo, me t'kan lanë, po s'keni dasht. Se kur je fmi, nuk je me di për me gatu. Po nishta me preki një diçka tjetër, se dikur, nga që ishte prepa jarvarfnia, pavarësisht se kishin festa, bleshin diçka ma shumë, ka i herë nuk delshim aty në lagje me një diçka ma shumë, se dishim ata familje që ndoshta kishin pak ma pak, e për mas me i vra, mas me ofendu, nuk i mershim të na gjanat me thonë, na kena edhe kështu mundoshim mas me e kalzu gjithë shka që mas me arda ty në keq. Mas me ba mundi. Kurse sot kena gjithë shka, edhe gjane par, vejmë në për story, në për Instagrama, në për Facebooka, pjata dë bukra, pjata elegante, pjata me gjethe, me lule, me kështu, ushime, shumë. Unë e besoj që në fillim, kur kena hap këta rrjetet sociale, nuk në ka bash për shtypje, se është edhe bukur me pa në i gjatë dë bukur. Prej dena. Po, unë mendoj që është egzigeru pak si shumë. Vjen një fest, vejmë tavolinën, mush, me ushime, me pije, me kështu për qa. Kot. Gjysë shkojnë po, gjaja ma, jo veç aja, po të gjithë kush, si the edhe ti ma njollë pare, ka i diçka pak ma shumë për një fest. Gjaja ma e mirë që mundena me vu, në ushtan që ose dëna me i nda, me njerëzit, është edhe herë, ke kina afer pems, ke kina afer vedit, njoja pasunia ma male. Ushimi, barku, nuk njihet, duhet me nji zemrën para barkut. Se barku, s'ka shqiptar sa që e ka në qoftë se zemrën e ke bësh, sa do që të hash, prap njihesh bësh. E zemra, kur zemra është plot, për shkakun kur je lumtur, as nuk bjen ndërmend me hangër. Absolutisht. Ndërsa kur je mërzitun, thujti ta lën Margo çka kemi thënë Margo, lënë. E di ta lën, e ke muhabetin me ton zemër, me ton pacient. Thot Margo me kishe kanë dopt me manjo. Ja, se s'm për të zënë, se kisha pa po. Për të zënë me se s'ke zënë. Pa, hebra se këtë do me bëllë emisionin tjetër, s'ma do mendje që do me lënë me sot. Ma ti shumë drejt. Po. Kisha fjalën që jo, për me që në sot dhe më hangë.
Llafiçe meti? Ja. Po vjen e hanja. Vjen e hanja, pra fillojmë të hanen. Po, e fillojmë të hanen. Mirë se na po qeshim, por është e vërtet. Në gjë, se mora ky kujtoj e ka për ujit, qipin se ka një 2 emisione qipin ujt, edhe më ndajna një kujtojt në i barcolet në kry, po, ja japim ujin me god vogel, që pas një shku keq. Jo. Ja, se kam për ujit. Ka kënë edhe i kong tjetër, se të shdu me ndru i fije. Atë, amon më në të kongën, në përvjetor të ditëlindjes tënde, ke shumë dhurata mbi tavolin, dhe midis tyre një glob të vogël, shoqët e klasës ty ta kanë sjell. Si vazhdo? Rreth për qark, globi rrotullohet, fluturojnë mbi të gjitha kontinentet. Ja dhe ujin, ja përmes kaltërsis, Shqipëria ime, ja ku është. Ashe? Ashe që shkur se kam një këtë kanë? Të 100 vjetë. Për të mallin zot, ka kohë. Bravo si e kujtume, po e matë men edhe Gjoana i pjesë për i momente e hupa. E majmen se ke ishte konga që kënosha unë kështu në klasë, për vit 3, delsha në klasë në muzikës, për me kënu, edhe delsha kështu solo, dhe me ke imagine që kanë hek veshte tyne të mënimu të kënu. Në gjavo, se s'ta bani solo të shtimaj. Të ta baj, po ja kam lanë surprise, dhe mi lanë ju i herë me shpalos talentin tuj. Marko s'ka halas dërmën se kë mas kamerave thot këngëtar si vetë nuk ka. Po jepi pra i herë në i kong? Këngëtar se nuk ka, se thama në gjanë se ka këngëtar, ma të njërë sa. Po kam thanë që jelon kam kënu. Shef. Kam kënu, edhe ju se keni besu, ja kam disu me prova. A ka disu kishte fotografi shoko? Kurse unë, se të shini të levdu shumë vedin, ju dë, kam nej shumë e dërushme. Mire ke li për shtogu. Kam nej shumë e dërushme. Unë kam fitu Miss Rogicën. A shef, po... E ke edhe fotografi kujt e ke me fakte? Pa, kam me fakte. Edhe ma forta ishte se shkoshim edhe i zgjashim ata që me shmimi pari 2 të i 3. Edhe thosha shala fitoj unë shmimin e parë se zgjasha vetë që kam qef me fitu. Po tash po i tham diçka ellon për vetit është. Në gjë po thash se po na diftan çmimin që ishte dhurata çmimit parë. O për të zot, te janë dhurata sekrete. A më kur ishte 12 anac, natën vitit 3, edhe ishte mund çuton koma tan për çafoshëm njëri tjetrin. Një vit më. Edhe sot e bajmë, por po thoshin ka herë në ishin fëmijë, mu marrte gjumi para 12 e vishin e më qoshin, qoj, sa 3 minuta bjen do më e thadi, qoj. Po, do të mu qoj. Kur ishte e majtë edhe i gjatë tjetër, se thoshin me gjetë viti ri me mirë si qut, po me libra ndorë, librin e matematikës, historisë, dhe me këqi, ka me më shku i viti marë me notat mira. A ty pas ka kënë problemi, se unë kur se ka marë librin e matematikës ndorë për vitëri. Ja, për njëte. Kam pas që të monë problem matematikë. Ja, për njëte jam shumë e mirë në matematikë, sepse vitet e ka zonë gjithmonë me libër ndorë, vitet dë. Po mirë, dhe shkalim në herë të humori. A mani me në humorin, që mës ta kopim krejt kaq seriozisht, humorin Shkodran me Edmond Halilin edhe Drana Gjajn, Polin Preka, Besnik Qinari, që ishte erdhe ajo për Italijet me prunimat. Me Katrina Bigen, që erdhe dhe tha jamër shokoj drejtër, tha. Se si dhe mas Katrina dhe Katrina Biga ka kënë e përshnesim është e mrekullueshme. Edhe kanë ken humor e krejt naturale, kanë ken çdo gjë e shkrume në bazë jetë. Po artistët e Shkodrës ka pas gjithmonë reale. Tesh është humor të TikTokut. Tesh i ke humor e TikTokut, tesh i ke humor. Sot flasin një fjalë banale, edhe dojnë me qesh. Nuk qeshin me fjalë banale. Fjala banale ka vendin e vet, aty në rruga. Humor me fjalë banale nuk ka humor ai. Humori është me ditë me zjarë esencën e një situatë ose një historie. Çfarë bukur.
Për shembull e ki pasti Paulin Selimin që I ka shkruar humorit në Shkodër. Aja është legjenda e madhe Kunati Shoku Xhemal, për shembull, një Zevdeda. Aja është e pa vdekshme kur. Mama, ç'më duhet të ecë me kokë për pjet. I pas shumë humorit të tjerë nuk e kanë pranuar kur banalitetin. Edhe humoristët edhe sot ata të vjetrit dhe të ri që janë tamam humorista, banalitetin nuk e përdorin. E vërtet. Banaliteti nuk ka vend në humor. As në muzikë, as në kulturë. Po, si po thu humori, është dhe muzika, që the, edhe muzika, e kena përmendur edhe përpara, janë këta, sidomos kanë met prep disa prej humoristave të vjetër ose muzikantëve të vjetër, po ata janë pa vdekshme, muzika tyne është e pa vdekshme, është e pa përsëritshme. Mas kishte kenë një që bukur, s'ma do manje që kishte jetu deri sot e kësaj ditet. Sepse ndoshta disa këngë janë ndoshta edhe 100 vjeçe të vjetra. Por kanë kenë kuptim plotë. Njëras janë kompozuar, njëras janë shkruar, kanë pas një shpirt tjetër. Janë me shumë njëshmëri. Sot e bën këngën ai me 3 fjalë. Edhe thot ohoho, ihihi, uhuhu, Marikanga. S'kan tekste. Po. As kompozitorë në kanë të bënë muzikë bukur, si më thamë me imet në vesh publikut. A di pse se kanë rënë hallsat. A di pse se kanë rënë hallsat se rinia edhe ky brezi sot nuk kërkon më atë muzikën e një film. Dojnë çfarë dojnë ata. Rinia është si ta mësosh si të ushqesh, fatkeqësisht na e kena ushqyer rinis një muzikë edhe një art dhe një kulturë që nuk na përket ne. Jena mundu me marr me vja muzika indiane, me vja muzika arabiane, me vja muzika amerikane, italiane, greke, franceze, kështu kena cënu kulturën tonë, kena cënu muzikën tonë. Në fakt, na kena muzikë popullore të bukur, kena muzikë të lehtë bukur, kena çfarë do lloj muzike të ki pas në Shqipëri. Jo, është edhe ajo për shkakun se I shef në për konkurse, edhe me kap një këngë thotë është e vështirë e gjen huj. Kanë pas këngë shqiptare me të kënaqur shpirti që si këndon ma kush edhe s'ka za se ke pas Vaqezelën. Po në fakt edhe s'kan faje, se zvanin e Vaqezelës nuk mu e këngë të Vaqezelës është shumë e vështirë me iknu mandit të sotit. Po thotë që po zgjellit hujen se është ma e vështirë, ose I duket ma tërheq se I duket atij. Sepse ba me këngën e huj duket vegja ma modern, ma artist, sepse fatkeqësisht se nuk dojna me dalë për temet, po është mu habit se na të hujen e respektojnë ma shumë se shqiptarin. Ashtë I huja I duhet me respektu. Ose ba me kënu anglisht të jo ma kënë shqip, sepse Amerikani nuk kënë shqip. As italiani, as greko, as gjermani, as irlandezi, as viceriani. Kënë kënë të vetë atanë. Na kena kënë të që kënë shqip. Prep, adin. Për shembull, në për këta konkurse e kam vuri, kisha thënë 90%, mos më thon është 1% shumë e vogël që zgjedhin këngë shqiptare. Ton këngë ti ke anglisht, frëngjisht ose italisht, por kena një arkiv të jashtëzakonshme. Edhe filmat për shembull, vetëm filmat në Shqipëri sidomos janë më shumë telenovela turke, I herë janë ata që janë televizorin. Po, televizorin, tana televizoret kanë telenovela turke. Pse? Se nuk ka filma shqiptar. Dikur ke pas filma me të kënaqur shpirti, me thënë. Edhe nuk janë të nivelit duhun e para, por edhe nuk ka investim ndoshta, Se investojnë gjëra të tjera, por nuk investojnë në filma shqiptar, në kinematografi. Duhet të investosh në Institutin e Arteve në s'ka, aktor mos I ka pas, është me thonë atë që është. Se atëherë, dikur, se të që janë të ushu njëni mas tjetrit, aktor të vjetër, që kanë kenë, s'ka Hollywood në fakt që ja kalan. Në të luca për shama, drejt pas. Ma letëzove mene se një te isha, të thonë s'di, s'na ban për shtypje, në fakt. Jo, po mirë, në atë pesh bisedu, edhe janë disa emna që meritojnë më përmend. Që meritojnë për më përmend, se kanë ken Tinka Kurti, kanë ken aktor. Kadiroshje. Kush s'mohen mend të në ata, por ata janë aktor që për I mend nuk ka Hollywood edhe të shkojtë gjej aktor. Janë pavdekshëm, janë arti tyne dhe çdo gjë që ata kanë lanë mrapa
bile jo vetëm që janë pa vdekshëm, po më duket sikur bahen edhe më të bukura. Kur I shef ata filmat e vjetër, ato filmat e vjetër, Inga Kurti. sa më shpesh I shef, aq më shumë kupton prej tyne edhe aq më shumë tërhekon. Po pallati që 96. Që në 76. 76. A ka dhe më thonë... Që një dash që dyja me thonë me në jellohën është që sa më shumë që I largohen atë themelit, kulturë shqiptare, aq më shumë do hupim rajnë tona, traditën tonë, kulturën tonë. Çdo shtet e shohim edhe na e shihni edhe jo, çdo shtet në përbot mundohet me marrë kulturën e vet, gjuhën e vet, traditën e vet, folklorin e vet. Na shkojmë një ndeshje futbollit, tonë të veshëm me tesha kombëtare me qeleshe, mandej dalëm e bëjmë parada në për Tiranë, da parada që ne s'kena lidhe heq me ta. Si mundena me shku gjyshi me qeleshe, e gjysha me gjoblet, me dalë mos desh gjysë lëkurish në për rrugat e qyteteve Shqipënisë, me festu da festa që s'na përkasin ne. Pra ne po them që na duhet me ndaj në atë boshtin tonë. Ka herë është në fakt e rëndësishme. Na kena identitet më shumë se kanë shumë shtete tjera. Kjo nuk është për më krenu, por kjo është një realitet. Ne na popoj I lasht. Një normat lasht na kena menu se na akademi 5000 vjet I lasht. A gjithë qytetin Progrades 9000 vjet I lasht. Pra që mos pa tham. Është gjëna për mushkri. Jo, po është gjëna për mushkri edhe me naik traditat e vjetra. Evropian, I përkasim Ballkanit po, shtet Evropian, që kena një kulturën tonë me identitet. Pra, duhet me marrë, duhet me rujt, jo vetëm në muzikë, në kulturë, por dhe në jetën e përditshme. Sepse, për ndryshe, na nuk do t'jena ma shqiptar, po do t'jena as francez, as italian, as gjerman, as amerikan, por nuk do të mesim as shqiptar. Ja, se nuk ka nevojë, nuk ka nevojë bota që na me kenë si ata. Na duhet me kenë vetvetja. Amerikani s'ka nevojë që na me I thonë jena si ti. Jo. Kena gjithë secili kulturën tonë, se mos me majt kulturën tonë. Ka I herë monona, stër monona në fakt, edhe po për çfarë me ndryshuna? Jena priman në një vend, por na kena nerë për me thonë se kush jena në fundit për kulturën që kena. Pak për I temet, pa më në diqa që gjithmonë e kam kritikuar në vetë, unë kam keni ri dhe kam pas qef me keni modern. Moda është tjetër zha, moda është për rinin, normalisht do një kush moda lëviz, një në tjetër. Por, unë habitem diqa, edhe me vajzat, por edhe me meshkujt, veshen me një stil mode, gjoja mod. Ka dal moda në Evropë, ka dal moda në Amerikë. Dakor, të vesho me mod. Kja moda viteve të fundit për shembull që veshen da femna, da meshkuj, mos më duket mod. Edhe jo gjithçka që është mod duket ashtu. Ata duhet me di për ka ardha ja mod. Kush e ka stilistat e asaj mode. Për shembull Dolce Gabbana dihet se është një firmë shumë e shtrenjtë, po dihet që kanë një orientim seksual ndryshe. Po. Të unë për shembull, unë nuk kam kur gjo me orientime seksuale ndryshe, po unë orientime seksual I jemi se pranon më vesh si veshet Dolce Gabbana. Për shembull me mashkulli me bark jashtë, me kështu, me të ngushta, me sandale me gisht, me burseta. Mos më pranon për shembull, prandaj si them, na duhet, s'pa them më vesh me qeleshëm. Po duhet njëri me marrë atë boshtin e vet, me marrë atë kulturën e vet. Pa prasë në jam as na ashtu se I tash po më kujtohet, kina pas një koment në YouTube edhe tha njëri tha prej çfarë vitit flitni jo, tha, ku jetoni jo që flitni kështu, se ka një 3 fjala, din po na shpall. Ka një 3 fjalë, 3 po tham unë, po I fjalë gjys, edhe se fjala 3 ka kanë tia për me shkru. Edhe tha prej ku çfarë vitit tha jetoni, tha jo. Po se këta në fakt na shoqër Zoti që I përmendin këto vitet e kaluara. Vetëm shohin atë cover photo, edhe e lanë me një aq. Po digjon bot hiç se për çfarë po flasim. Në fakt mezi e kuptova çka kishte shkruar, me thënë drejtën, edhe në fakt edhe ju përgjigja se zakonisht disa gjëra nuk duhet njeriu me dhënë shumë rëndësi, por ne thash se edhe me tamam që mora pak kohë për me kuptu shkrimin e tij, edhe I thash të këshilloj që përpara se me fol, me mësu me shkru.
Por megjithatë, na shoqër që I prekum këta, na kena qef gjithmonë me kalu prej të e shkumja të e tashmja, sepse e shkumja është pjesë e jona, është një diçka që nuk harrohet, por edhe nuk, a diçka që nuk shlyhet, është a histori, a pjesë e jetës tonë. Këta që I thojmë na në këtë emision apo në emisionet tjera, janë po një ata që I thoni edhe jo. Sepse shumica njerëzve, unë ata njëkum një tjetrin në rrjetet sociale, janë të njëjtit njerëz sikur na, që thojnë po, duhet me mes shqiptare, po, duhet të harrojmë traditën, të harrojmë zakonin, të harrojmë folklorin, të harrojmë kulturën, të harrojmë muzikën, gjuhën. Nuk thamë as më modernizu, ose me kënu edhe italisht nuk ka kur gjatë keqe, ose me kënu një këngë të huj, nuk ka kur gjatë keqe, është kulturë. Por jo me vunë në plan të parë, sepse muzika shqiptare, gjuha shqiptare, kënga shqiptare, është ajo që ne na identifikon se kush jemi na. Dhe duhet me mësu brezat tonë, brezat e fëmijëve tonë, me këngën shqiptare, me muzikën shqiptare, me traditën shqiptare, sepse ashtu do jetojmë, ashtu keni jetu të sa mijë vjet. Përndryshe, e veç ashtu mund të rrim identitetin tonë, sepse të bë dikush tjetër që si jena, sa do që të mundona, sa do të mirë, sa do artista, kur si na vetvedi, je falso. Se fatkeqësisht Shqipnia tot kur nga njerëzit. Ka nikë shumë. Po vinë edhe njerëz tjerë, emigranta prej vendeve tjera. Dhe nëse do vazhdojnë me këtë numër, nëse do vazhdojnë të ndryshojmë edhe këngën, të ndryshojmë muzikën, të ndryshojmë sportin, atëherë ka me met Shqipnia vetëm si një emën tradicional, pa tradit, pa shqiptar, pa kulturë, sikur janë bërë disa shtete tjera. Që sot Evropa ba me shku me I pa, Italia, vetëm një fesash Itali për infrastrukturës. Franca, po. Anglia, po. Bruxelles, Belgjika, njëtën gjanë. Nuk kam asë një gjanë tjetër me kulturë tjera, por mendoj se çdo shtet duhet pas kulturën e vet, me mbroj me fanatizëm, sepse kultura e tjera tani të bukura shumë llojshme, shumë ngjyrshme, por gjithsecili me vetën. Gjithsesi ajo ata kultura e tjera janë të bukura në vendin e vet. Po, në vendin e vet. Por desha me shtu se kalume të shprejt e vit I ri të diçka tjetër. Ja desha me thonë edhe këtë punën e komenteve, me thonë drejtën duhet me thonë faleminderit çdo njerëzve se ka herë s'kena nevojë as me kthy përgjigjen, sepse është një tjetër që I ka kthy përgjigjen për ne. Edhe ku ka më bukur që këto njerëz që na ndhin e na dojnë del në një kështu tek tok se faleminderit Zotit 99 jeni tant të mrekullueshëm, na doni edhe ju dum, del në një kështu tek tok me account falso normalisht, edhe jeni ju që ndoshta e keni kap para se me e kapna se çka kanë shkru, edhe kjo është një faleminderit shumë e madhe prej nesh të ju që na runi edhe na mbroni identitetin ton, sepse për mend këtë si thojmë janë zemrës, janë fjalë që dalin prej zemrës, se dona me fol shqip, dona me kujtuat Shqipnin ton, vendin ton ku kena lind, pa dallim as një lloj vendit krahinet, si në të në trojet shqiptare, ku flasim shqip, na jena ton njësaj. E kena prejkë edhe herë tjetër dhe është kalu me prap të prej temës, por që fatkeqësisht aja interneti edhe rrjetet sociale I kanë dhënë mundësinë gjithkuj me basit meqem, me basit fort mas ekranit të telefonit ose çfarë do lloj çfarë përdorin. Kështu që është përgjësia jonë se sa rëndësi I napim na atyne. Ne I shoqër Zotit jena shumë e fat që I kena mjekësit ton më të mrekullueshme, edhe sikur thojmë gjithmonë, kjo oda jonë nuk është vetëm e jona, na kena kriju një odë shumë të madhe. Filloi me 4 vet, edhe sot kena miliona zemra në odën tonë. Edhe si gjithmonë pra se o më të marrë ku me fol, po ja marrë vetë fjallën, tash minutazhi ton I erdhi fundi, edhe
Marka dhe me myllti se me hops në legu, jenë me hop asnjërin prej nesh. Jo, unë po i përshnes të gjithë fansat tonë, kudo që jeni, kudo që na shkruni, na komentoni, ju uroj gjithë mirat dhe Zoti ju bekoft ju dhe familjet tuaja. Por me thonë drejtën kena dako që nuk kena thonë, mas harroni me na bë një follow në Facebook, në TikTok, në Instagram edhe në YouTube. Kena një 4-5 muaj, kena fillu me na bë përshtypje edhe ne, domethënë nuk se s'kena nevojë me ju a kujtu. Po thon, ton të thon, po pa thojmë edhe na dhe i herë më burr. Jo, në fakt a di pse do na me theksu, sepse kena shumë për jush që në fakt i na njekni vazhdimisht, na mbështetni, po kaj herë ndoshta edhe pa dashje nuk e dini që ju nuk na bani follow. Pra nuk është diçka e qëllim nga ana juaj, për njët edhe një herë është përgjësia jonë që na me ju rikujtu që shikoni një pak aty, Oda Podcast dhe bani një follow ose një subscribe në YouTube dhe një follow në TikTok, Instagram edhe Facebook. Na ju dojmë, na doni, ju përqafojmë. Natën e mirë, ditën e mirë, kudo që jeni, mirë pashim në episodin tjetër. Mirë pashim.